Liçeni i Kukësit dhe bregu i tij, po jo është gjithnjë më shumë peshkatar amator nga Kosova. Brigjet e Liçenit këto ditë u pushtuan nga 10 peshkatar antar të shoqatës së peshkatarëve sportiv të Ferizajit. Kryetari i shoqatës, Naim Beluli, thotë se vijnë shpesh për të peshkuar për shkak të natyrës dhe shëllojshmërisë së peshqeve. Vallai gati çdo javë. Gati çdo javë. Pse vinin Kuksa? Ka peshk më të mirë apo qysh? Po është peshki më aktiv dhe ka pak më tepër se në treva tona. Domthonë në ujna tona shumë më pak është peshki. Vetaj na jam pasionuar mas të sportit dhe kështu vazhdojmë. Jo vetëm në Kokës, por shkojmë edhe në Dibër, shkojmë edhe në Malxhi, shkojmë në gjitha trevat. Vina në Kokës, shkojmë në Shëngjin, Shkodër, Lezhë, Dorës. Po afron peshkimi afton relaks Shqipëria. Nëpër brigjen, nëpër liçenin, nëpër Mirë, kënaqësi është mirë, është sport peshkimi. Peshk ka sa dush Shqipëri. Por këtë vina në Shqipëri vina për peshkim. Por sipas Belulit kërkohet më tepër angazhim ndërgjegje për ta ruajtur e mirëmbajtur liçenin e Kukësit, i cili ditëve të fundit është ndotur. Pa pastërti e madhe, përshë edhe vetë që kjo po pengon më shumëti. Këto po bartën sigurisht prej, nuk është pej këtu ujtë, po vazhdimsi rrjedh liçenit kur lumi ku bjen. Kjo është pa përgjegjësi e njerëzve, nuk është faktori njerëz është në pyetje. Mjerim është kjo, vërtet o mjerim. Edhe Gazment Osmani ndan të njëjtin shqetësim për ndotjen e liçenit. Po është i ndotur ka pak, po tash ç'a t'i bëjmë? A ndikon kjo? Ndikon, po pse jo, po ndikon shumë, jo pak po shumë ndikon. Si? Po është për shembull ki pjesë, për shembull janë shishat plastikës, janë shishat të varikin apo kiselin, ajo shumë ndotur në për peshkun, në për ujin, është shumë keq. Po, tash A duhen me marrë masa me njerëzve se pavarësisht se a fol ndër vite. Normal që duhet me marrë masa. Po këto zakonisht nuk vinë prej këtujt, po vinë për shembull prej liçeneve tjera, për shembull prej Reka, për shembull Drini i Bardha apo Kuasin. Kjo është arsye. Rreshat atmosferike bojnë vetën. Pavarësisht vendosjes së rrjetave në grykderdhjen e lumit të Drin për të penguar ardhjen e veturinave nga Kosova drejt Shqipërisë, ndotja e liçenit të Firzës nuk po ndalet duke sjellë një pamje jo të mirë ekologjike në kaskadën e Drinit.